Janë këta profamerë, por ju duhet të flisni të vërtetën. Ju vazhdimisht po thirrni deputet PDK-s, kemi kontribu, kemi sakrifiku, kemi kontribu. Por po del që ky kontribut ka qenë investim, me qenë se tash po e kërkoni edhe kthimin edhe fitimin. Angazhimi për çështje kombëtare është obligim, borxhi secilit prej neve sa të jemi gjallë. Të vetmit që kanë kryer obligimin janë dëshmorë tek humbi. Na që kemi me gjallë me punu të njëtën, jo tash me lyp fitim edhe kthim të investimit. E kjo është logjike biznesi. Po për mu nuk është të çuditshme, se o disa prej jush që jeni zyrtar të lartë PDK-s, që thoni se jeni komandanta, keni qenë komandanta 1 vjet, e 14 vjet biznesmena. Nuk është 14 vjet komandant luke, 1 vjet biznes, po 1 vjet komandant e 14 vjet biznes, pra të edhe nuk harru kur keni qenë komandant. Dhe tjetra që desh të them është se pasojat të kësaj marrëveshje janë afatgjate. Dhe gjitha këto pasoja i bartin edhe brezat e afshëm. Prandaj nuk është në rregull që ky kuvend të ratifikojë këtë marrëveshje. Për datën 3 nëntor, askush nuk është i pëlqimit që të jenë zgjedhjet lokale. Vetëvendosja ka kërkuar 29 shtator ose 6 tetor. Kryeministri duke e thumbuar kryeparlamentarin Krasniqi i tha na smujna mi bë për Bozhiq edhe për Shëngjeth zgjedhjet, sa atë me kryeparlamentarin e pata fjalë. Mirë po ky po ja bën për Vidovdan, një dhuratë të shkëlqyeshme Daciqit, të cilët ju ka bë shërbëtor super i dëgjueshëm. Edhe një herë pra, 3 arsyet pse po ratifikohet kjo marrëveshje e imponuar për qeverisë. E para, dojnë me dominu DDK-n edhe AK-n. E dyta, dojnë me minu rezistencën e Gjermanisë. Edhe e treta, kur të vjen kjo qeveri, këta janë të interesuar që edhe qeveria ashme i pas duhet e lidhura. E këtë donë më shumë të Serbia. Faktorëve ndërkombëtar që janë lart dhe në fund, ju kisha bë thirrje. Mos e përkrahni vetëvendosin. S'keni nevojë ta përkrahni vetëvendosin. Por flisni të vërtetën për këta kriminale. Se ju i dini shumë mirë kush janë këta. Ju e dini korrupsionin, krimin e organizuar, edhe i dini gjitha krimet që i kanë bërë këta. Ju s'po flisni. Pra, ju flisni të vërtetën. Ambasadori amerikanë, zoti Zhboga, të gjithë deputetët, të gjithë ambasadorët, ju e dini çfarë kriminale janë këta profamerë. Por ju duhet të flisni.